Jemi sot këtu së bashku me kolegët e Policisë së Kosovës në kuadër të memorandumit të bashkëpunimit për sezonin turistik veror 2025. Siç dihet, kjo tashmë është kthyer në një traditë gjithvjetore, bashkëpunimi me Policinë e Kosovës. Në këtë kuadër është lidhur memorandumi i bashkëpunimit midis Policisë së Kosovës dhe Policisë së Shtetit Shqiptar. Të dy drejtorët e përgjithshëm e kanë firmosur këtë memorandum, mirëkuptimi. Zoti Proda, drejtori i përgjithshëm i Policisë Shqiptare, e ka vlerësuar jashtëzakonisht shumë këtë lloj bashkëpunimi midis shërbimeve të policisë rrugore të Policisë së Shtetit dhe shërbimeve të policisë rrugore të Policisë së Kosovës. Kjo është një ndihmë e madhe për sa i përket policisë rrugore të Shtetit Shqiptar, si në aspektin logjistik, ashtu dhe në aspektin e burimeve njerëzore. Ky memorandum bashkëpunimi mbështetet kryesisht në menaxhimin e përbashkët të trafikut në akset kryesore që lidhin Shtetin e Kosovës me Shtetin e Shqipërisë dhe me plazhet kryesisht të Shëngjinit, të Lezhës, të Durrësit, të Vlorës dhe të Shkodrës. Njëkohësisht, ky lloj bashkëpunimi është edhe një shkëmbim përvojash të mira midis dy policive, i cili është një përvojë e shtuar edhe për Policinë Shqiptare. Shërbimet e përbashkëta do të kryhen kryesisht në akset Morin-Milot, në drejtorinë vendore të Policisë Lezhë dhe në drejtorinë vendore të Policisë Shkodrës. Qëllimi i shërbimit është menaxhimi i përbashkët i trafikut në këto akse rrugore, parandalimi i ngjarjeve rrugore, aksidente rrugore të mundshme, si dhe dhënia ndihmës të gjithë shtetasve të Shtetit të Kosovës, por jo vetëm, në rastet e nevojave që ata do kenë përgjatë gjithë sezonit turistik veror. Shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe juve si media, por edhe kolegët këto që jemi. Ne nuk kemi të bëjë diçka më shumë, vetëm edhe çka kemi bërë vitet e kaluara, edhe qëllimi jon ka qenë që qytetarët ta ndinë veten shumë rehat, qytetarët e Kosovës me rastin e Shqipërisë, gjithashtu edhe të ndrohen eksperiencat, të ndrohen praktikat e tyre, si punohet Shqipëri, si punohet Kosovë. Kujtoj që ka ndryshuar gjanat shumë pozitivisht, siguria në Shqipëri është ngrit, edhe qytetarët e tonë kanë fituar besimin, edhe ne do të jemi aty të asistojmë për çdo gjë që ata kanë nevojë ose e shohin të arsyeshme mu drejtu te policia. Kujtoj që këto është bërë një punë shumë e madhe që vitet e përsi ka filluar kjo bashkëpunim edhe kjo memorandum që është nënshkruar. Nuk do të ndalet vetëm kjo, do të bëhen edhe memorandume tjera, gjitha këto në përmirësim e shërbimeve tona qytetarëve të Kosovës, po edhe Shqipëri. Çfarë flasin statistikat për gjatë këtij bashkëpunimi deri në tani? Po statistikat ato janë konsideracion numra, po gjendja shifet qartë. Ndryshimet mund të shifni qartë. Mjafton vetëm nëse ka një makinën edhe shkon i takrimin një optim deri në Durrës ose në Tiranë. Ndryshimet janë shumë dukshme në aspektin pozitiv. Qytetarët duket se i respektojnë shejat më shumë, duket se i besojnë policisë, edhe policisë Shqipërisë, edhe policisë Kosovës. Sa patrulla do të nisen dhe deri kur do të jetë? Po, ne e kemi ashtu marrëveshjen që në afat 10 ditore i dërgojmë 3 njësi, pastaj i dërgojmë njësi tjera 3 njësi, edhe këto do t'jetë deri në fund një vjeçë. Nuk keni kompetenca ekzekutive të dënoni? Jo, ata kolegët e tonë kanë kompetenca bashkëpunim me zyrtarët e ju, gjithçka që është e nevojshme ato, çka shifet e domosdoshme për me reagu me ofru qytetarëve edhe rendit. Zoti Mojar, ka një problem për sa i përket sistemit të gjobave dhe administrimit të tyre financiar. Pra, a ka një plan për njësimin dhe njohjen e këtij sistemi, sepse pavuajnë qoftë qytetarët e Kosovës në Shqipëri, por edhe qytetarët e Shqipërisë në Kosovë për likuidimin e faturave dhe masave administrative që marrin të ndërsjellta. Në çështjet administrative të ligjit juve dhe formën që keni filluar ju me implementu një sistem të ri, më të avancuar, ndoshta mund të folë po të qytetarët e Kosovës veç kanë filluar ta kuptojnë se
ka radar statik, edhe unë shqicoj rastin të bëj apel që le t'jenë qytetarët kujdesshëm, do të ketë radar statik të cilët mund të bojnë incizimin e tyre dhe kundërvojtjet e tyre regjistrohen direkt tani më në sistemin e ju që thashe këmena i keni më të avancuar në regjistrimin e kundërvojtjeve dhe shkelceve të ndryshme. I bëhet fjalë për likuidimin, nuk kanë mundësi likuidimin, pra nuk njihet një faturë për ta paguajtur në Shqipëri në llogaritë të Republikës Kosovës. Për sa i përket masave administrative, është kompetencë e punonjësve të policisë rrugore të shtetit shqiptar, ata që bëjnë verbalizimin e shkeljes dhe pastaj qytetarët e Kosovës janë të detyruar të bëjnë likuidimin sipas të gjitha detyrimeve të tjera ligjore brenda shtetit shqiptar. Për sa i përket mundësisë që qytetarët e Kosovës të mund të bëjnë likuidimin edhe në Kosovë njëkohësisht, siç e bëjnë në Shqipëri, ne po e shikojmë këtë mundësi, po janë çështje të procedurash administrative të cilat nuk involvojnë vetëm policinë e shtetit, por dhe institucionet e tjera, kështu që në vijimsi do ta shikojmë edhe këtë mundësi me qëllim që të krijojmë të gjitha lehtësirat e mundshme shtetasve të shtetit të Kosovës për të qenë sa më të lirshëm edhe për të patur lehtësitë maksimale në lidhje me këtë problematikë. Do t'i përshohet më shumë sensibilizimit apo ndëshkimit? Ashtu si edhe në vitet e mëparshme, ne kryesisht i mësojmë më shumë sensibilizimit, edhe me këtë rast gjej mundësinë që t'i bëj thirrje të gjithë qytetarëve, përfshi dhe qytetarëve të Kosovës, të zbatojnë me përpikmëri sinjalistikën rrugore gjatë periudhës që do ndodhen në shtetin shqiptar dhe të zbatojnë dhe të gjitha detyrimet e punonjësve të policisë rrugore për aq kohë sa do të jenë në territorin e shtetit shqiptar. Faleminderit. Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë i ka të përcaktuara qartë për shtetasit e huaj, likuidimi mund të bëhet në vend në rastet kur ligji parashikon tërheqjen e patentës apo në një dokument tjetër ligjor, për mos të bërë shkak për pengimin dhe bllokimin administrativ të mjetit, kodi rrugor parashikon pagimin e 2 fish të gjobës dhe besoj që pyetja juaj ka të bëjë pikërisht me këtë normë të vendosur, por njëkohësisht shteti shqiptar përpos kësaj gjëje ka vendosur që nëse likuidimi i bëhet në vend, të gjithë shtetasit, përfshi dhe shtetasit e Kosovës, mund të paguajnë 50% nëse paguajnë brenda fateve të caktuara, mund të paguajnë 50% të gjobës. Kështu që në rastin konkret edhe ajo pagesa 2 fish në fakt kthehet në realitet në gjobë normale dhe nuk besoj se është një gjobë e madhe siç pretendoni juve, sepse është një gjobë krejt normale si në gjitha shtetet e tjera, biles ne kemi shtetet e tjera të cilat i kanë gjobat shumë të mëdha se sa janë në shtetin shqiptar. Edhe një pyetje komandant, me që mbyll 6 mujori i parë i këtij viti, si është në raport me 6 mujorin e parë të vitit kaluar statistikat, jo vetëm fluksi, po statistikat e ngjarjeve aksidentale rrugore, qoftë edhe me pasojë fatale? Për sa i përket 6 mujorit të parë të këtij viti në raport me vitet e mëparshme, krahasuar se ne krahasimet i bëjmë me një vit më përpara, aksidentet rrugore dhe ngjarjet kanë qenë në rënje. Megjithatë, vihet re një shtim i fluksit dhe i përdoruesve të rrugës dhe ashtu siç dhe ne kishim parashikuar edhe në programet tona vjetore dhe në planet e masave që ne kemi marrë, e kemi parashikuar edhe këtë rritje të fluksit dhe këtë rritje të përdoruesve, sepse edhe sasia e turistëve që hynë në territorin e Republikës së Shqipërisë në këtë vit pritshmëria është që do të ketë një rritje të konsiderueshme, por dhe numri i mjeteve që janë në përdorim në shtetin edhe në territorin e shtetit shqiptar, çdo vit vjen në rritje, kështu që dhe përdoruesit detyrimisht që rriten. Me gjithë këtë shtim që kemi të përdoruesve të rrugës dhe fluksin e madh të hyrjeve të shtetasve të huaj në territorin e Republikës së Shqipërisë, statistikisht ne kemi qenë në rënje për sa i përket ngjarjeve rrugore. Megjithatë, ne kërkojmë më të mirën e mundshme dhe masat janë marrë që sa më pak ngjarje aq më mirë për shtetasit, aq më mirë edhe për ne.